Letra Thessalonikasve, letra e 2, kapitulli 2 nga fillimi. Ju lutem o vëllezër, lidhur me ardhjen e Zotit ton Jezus Krisht dhe me tubimin ton me te, të mos lejoni që me njerë t'ju prishet mendja apo të trazoheni, as prej fryme, as prej fjale, as prej ndonjë letre gjoja të shkruar prej nesh, thua se ja erdhi dita e Krishtit. Askush të mos ju gënjej kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vijë pa ardhur më parë rënja dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit i biri i humbjes. Kundërshtari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë që quhet perëndi ose objekt adhurimi, aq sa të shkojë të ri në tempullin e Perëndisë si perëndi, duke e paraqitur veten se është perëndi. A nuk ju bie ndërmend se kur isha akoma në ju a thoja këto gjëra? Tani, e dini atë që e ndalon atë që të shfaqet vetëm në kohën e vet. Misteri i paudhësisë në fakt është në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që e ndalon tashti. Atëherë do të shfaqet ky i paudhë, të cilin Zoti do ta shkatërrojë me ukatjen e gojës së tij dhe do ta asgjësojë me të dukurit e ardhjes së tij. Ardhja e atij të paudhit do të bëhet me anë të veprimit të Satanit, bashkë me çuditëra dhe shenja dhe mrekullisht të reme. Dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan të duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. E prandaj Perëndia do t'ju dërgojë atyre një gënjim që do t'i bëjë të gabojnë, që t'i besojnë në gënjeshtrës. Që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës, por përqafuan ligësinë. Por ne duhet të falenderojmë vazhdimisht Perëndin për ju o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t'ju shpëtuar, me anë të shinjtërimit të frymës dhe të besimit në të vërtetën. Tek e cila ju thiri me anë të ungjillit tonë, që të arrini të merrni lavdinë e Zotit ton Jezus Krisht. Prandaj vëllezër, qëndroni dhe mbani porositë që mësua, me anë të fjalës ose me anë të letrës sonë. Dhe vetë Zoti jon Jezus Krisht dhe Perëndia atyre që na deshi dhe na dha me anë të Hirit një ngushëllim të përjetshëm dhe një shpresë të mirë, ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në çdo fjalë dhe punë të mirë. Amin. Ju lutem vëllezër, lidhur me ardhjen e Zotit Jezus Krisht, fjala na mëson vëllezër, aleluja, që Jezus Krishti do të vijë pasi thot këtu motra të jetë shfaqur Antikrishti, të jetë ulur në tempull, ta ketë bërë veten perëndi, atëre do të vijë thot Jezus Krishti. E falenderojmë Perëndinë, shikojni me vëmendje se çfarë na thot fjala e Perëndisë vëllezër. Të mos lejoni që me njerë t'ju prishet mendja ose të trazoheni, as prej fryme, as prej fjale, as prej ndonjë letre gjoja të shkruar prej nesh, thua se ju ja erdhi dita e Krishtit. Askush të mos ju gënjej, kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vijë pa ardhur më parë rënja dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit i biri i humbjes. Kundërshtari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë që quhet perëndi ose objekt adhurimi, aq sa të shkojë të rrijë në tempullin e Perëndisë si perëndi, duke e paraqitur veten se është perëndi. Vetëm atëre, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, do të vijë Jezus Krishti, dhe bëhet fjalë për ardhjen e dytë të Jezus Krishti. Këtu. A nuk ju bie ndërmend se kur isha akoma ndër ju thoja këto gjëra?
Dhe tema, motra dhe vlezër, sot është të shohim tani e dini atë që e ndalon atë që të shfaqet vetëm në kohën e vetë. Misteri i paudhësisë në fakt është në veprim. Misteri i paudhësisë i këti, thot motra dhe vlezër, aleluja, derisa të shfaqet të dalë në shesh dhe të ulet në front si Perëndi, ai është në veprim, thot. Por, motra dhe vlezër, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që e ndalon tashti. Ai është në veprim dhe vepron, dhe Zoti na thot kur ti shihni të gjitha këto gjëra që do të ndodhin, falenderoni Perëndin, ngrihni kokën lart, sepse ardha e Zotit është afër. E falenderojmë Perëndin. Por motra dhe vlezër thot, keni kujdes, sepse atë që e pengon të shfaqet është motra dhe vlezër, aleluja, atëre do të shfaqet ky i paudhë, të cilin Zoti do ta shkatërroje me ukatjen e gojës së tij. Atëre do të shfaqet kur, motra dhe vlezër, aleluja, kur të hiqet nga mesi ai që e ndalon tashti. Zoti, fryma e Perëndisë është në funksion, motra dhe vlezër, aleluja, për të bërë veprën e Perëndisë, për shpëtimin e njerëzve. Ne falenderojmë Perëndin. Dhe kur të hiqet thot nga mesi ai që e ndalon, sepse e demaskon fryma e Perëndisë, motra dhe vlezër, dhe ne na udhëheq fryma e Perëndisë, ai nuk shfaqet dot që të jetë i lirë për të vendosur në gjithçka, derisa Zoti të rëmbejë kishën, motra dhe vlezër, aleluja. Shikoni, prapë në Selanika, si të thotë, për rëmbimin e kishës. Zoti me një urdhër, me Zakryengjelli dhe me borinë e Perëndisë, do të zbresë nga qielli. Dhe ata që vdiqen në Krisht do të ringjallen të parë. Bëhet fjalë për ata që vdiqen në Krisht. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata mbi rejtë për të dalë përpara Zotit në ajër, dhe kështu do të jemi për erë bashkë me Zotin. Që do të thotë, motra dhe vlezër, fryma e shenjtë vepron dhe përgatit kishën për çfarë? Që kur të vijë ora e rëmbimit, motra dhe vlezër, kisha të jetë gati. Rëmbim do të thotë në një moment. Do të ndodhë sa hape mbyll sy, të thotë fjala e Perëndisë. E rëmbeva, motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndin. Si do të ndodhë, kur do të ndodhë, ardha e Zotit, thotë motra dhe vlezër, e kësaj ore do të jetë si në kohën e Noas. Do të jetë si në kohën e Lotit, motra dhe vlezër. Njerëzit anin, pinin, shikonin jetën e tyre dhe papritur, thotë, u hap qielli, zbritën nga uji, motra dhe vlezër, zbriti nga qielli dhe u përmbyt gjithçka sipas paralajmërimit që kishte bërë Noe, motra dhe vlezër, aleluja, 120 vjet. Njerëzit nuk e kuptuan dhe ajo erdhi sa hape mbyll syt, vlezër, lavdi Perëndis. Kështu do të jetë dhe me rëmbimin e kishës, thotë. E falenderojmë Perëndin. Njerëzit do të jenë në punën e tyre, në qetësinë e tyre, kisha i sheh të gjitha këto gjëra se çfarë ndodhin dhe bëhet gati për të parë Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Do të rëmbehet, që do të thotë, do të ikë që këtu dhe do të takoje Zotin në re. Ky takim do bëhet në re, ky takim do bëhet në ajër. Nuk është çlirimi i të gjithë njerëzve, vlezër, por rëmbimi i kishës së Perëndis, sepse thotë të krishterët që vdiqen në Krisht, vetëm ata do të ringjallen, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ne që kemi këtë shpresë, bashkë me ata, thotë, do takohemi në re dhe aty, thotë, do të jemi për erë bashkë me Zotin tonë. E falenderojmë Perëndin. Kjo është, motra dhe vlezër, aleluja, ai që e pengon atë që të shfaqet, që të dalë dhe të vendosë për çdo gjë, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Atëherë do të shfaqet ky i paudhë, pasi të ketë ikur, motra dhe vlezër, kisha, do të shfaqet ky i paudhë, të cilin Zoti
do ta shkatërrojë me ukatjen e gojës së tij dhe do ta zgjësojë me të dukurit e ardhjes së tij. Zoti do ta zgjësojë atë, thot motra dhe vëllezër, po ta shikojmë në zbur. Një engjëll thotë, kur erdhi Jezus Krishti, që kjo do të ndodhe me ardhjen e Zotit për 1000 vjeçarin që do të jetë në tokë, motra dhe vëllezër, ardhja e dytë e Jezus Krishtit, por bëhet fjalë kisha pret rrëmbimin e vet, motra dhe vëllezër, aleluja, pasi të rrëmbehet kisha në 7 vjet, motra dhe vëllezër, do të shohim që ky i paudhë do të shfaqet dhe do të vendosë gjithçka në tokë, motra dhe vëllezër. Dhe do të fillojë një përpjekje për të gjithë ata që do ta kuptojnë se çfarë kanë bërë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe prandaj thot fjala e Perëndisë, do të shpëtohen nga populli i Izraelit 144.000, 12.000 nga fisi Benjaminit, 12.000 nga fisi Ruben, nga të 12 fiset, motra dhe, nga 12.000 që bëjnë 144.000. Por këta që janë të shpëtuar nga populli i Izraelit, nuk kanë të bëjnë me kombë, vëllezër. E falenderojmë Perëndimin. Kjo është kisha e Perëndisë, që është në të gjitha kombet, motra dhe vëllezër, që do të rrëmbehet nga Zoti dhe do të bëjë dasmë në qiell. E falenderojmë Perëndimin. Kur të vijë Zoti, thot, do ta shkatroj me të dukurit e tij, thot, me ukatjen e tij. Një engjëll, thot, motra dhe vëllezër, do ta futë, thot, të ligun në erë, do ta vulosë atje, thot, dhe për 1000 vjet ai nuk mund të dalë, motra dhe vëllezër, që të mashtrojë popullin. Atëherë ky popull do të qeveriset pastaj, thot, motra dhe vëllezër, për 1000 vjet nga Zoti ynë Jezus Krisht. E falenderojmë Perëndin. Ardhja e këtij të paudhi, kur të vijë, thot, motra dhe vëllezër, që të shfaqet, do të bëhet me anë të veprimit të Satanit. Bashkë me çuditëra dhe shenja dhe mrekulli të rreme. Ai do të bëjë shenja që të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, njerëzit që do të kenë mbet, ti besojnë atij. Prandaj do të shkojnë dhe do të ulet në front si mbret. Sepse njerëzit vërtet do shohin mrekulli, motra dhe vëllezër, falenderojmë për. Por këto mrekulli do të jenë të rreme. Por kë do të gënjej, motra dhe vëllezër, e thot fjala e Perëndisë. Nuk mund të gënjej dot të krishterët që kanë frymën e Perëndisë. Çka si thot? Dhe nga çdo mashtrim të ligësie, për ata që humbin do të vijë. Sepse nuk pranuan të duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. Do me thënë, do të vijë për ata që nuk e pranuan të vërtetën, thot motra dhe vëllezër. Për ata do të vijë me shenja dhe mrekulli, dhe ata do të adhurojnë, thot. Prandaj, thot, Perëndia do t'ju dërgojë atyre një gënjim që do t'i bëjë të gabojnë. Atyre që nuk e pranuan të vërtetën, që nuk pranuan këtë flijim të Perëndisë, që nuk pranuan Jezus Krishtin, Perëndia do ta lejojë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ata të gabojnë, thotë, dhe t'i besojnë gënjeshtrës. Do t'i bëjë Perëndia që të gabojnë, dhe do ta pranojnë, thotë, motra dhe vëllezër. Për çfarë? Që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan të vërtetës, por përqafuan ligësinë. Që të dënohen, thot, të gjithë ata që nuk e pranuan të vërtetën, vëllezër. E falenderojmë Zotin. Por ne duhet ta falenderojmë vazhdimisht Perëndinë për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t'ju shpëtuar. Ne nuk do t'i jemi, motra dhe vëllezër, aleluja, që të na gënjej djalli dhe të na mashtrojë djalli. Por Zoti na zgjodhi me një qëllim, që të shpëtohemi nga të gjitha këto që do të ndodhin, thonë. Lavdi emrit të shenjtë. Me anë të shenjtërimit të frymës, shkoni, me anë të shenjtërimit të frymës që e bën këtë vepër në ne, shenjtërohemi ditë për ditë nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë që është në ne, ecim, motra dhe vëllezër, në drejtim të kundërt me botën. Kjo është kisha e Perëndisë, dritë, thotë, motra dhe vëllezër, në këtë botë të errët, që Zoti do të vijë dhe do ta rrëmbejë dhe do ta marrë.
me anë të shintërimit të frymës dhe të besimit në të vërtetën, tek e cila ju thiri, me anë të ungjillit tonë, që të arrini të merrni lavdinë e Zotit tonë Jezus Krisht. Na thiri që ne të jetojmë në lavdinë e Zotit tonë Jezus Krisht, motra dhe vëllezër, aleluja. Ky është vullneti i Perëndis. Kjo është thirrja hyjnore për çdo njeri nga ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk do të kalojë nusja, motra dhe vëllezër, aleluja, në provën e Satanit. Asnjëherë, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndinë. Por do të vijë, thot motra dhe vëllezër, dy do të jenë në mulli, njeri do të merret, njeri do të lihet. Dy do të jenë në krevat, një do të merret, një do të lihet. Nuk ka kohë, thot motra dhe vëllezër, që ai që është në taras të zbres poshtë, e falenderojmë Zotin. Është e shkruar në motra dhe vëllezër lavdi e emrit të shenjtë, edhe në Korintasit, pikërisht për këtë gjë, që të dimë, motra dhe vëllezër, se çfarë ne presim. Në Korintasit e parë, vargu 51, po lexoj vëllezër. Ja unë po ju them, apostulli Paul ju flet të krishterëve, një të fshehtë. Të gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të shndrohemi në një moment. Sa hape mbyll syt, në tingullin e borisë së fundit, sepse do të bjerë boria, të vdekurit do të ringjallen të paprishëm, dhe ne do të shndrohemi. Si do të ndodhë, motra dhe vëllezër, rëmbimin, si do të ikim, me çtrup do të ikim, lindin shumë pyetje. Fjala e Perëndis na mëson, motra dhe vëllezër. Sa hape mbyll sytë, në tingullin e borisë, thot, ne, motra dhe vëllezër, të vdekurit thotë, do të marrin trup të paprishëm, ne do të shndrohemi nga një trup i prishëm, që është mishi ynë, në një trup të paprishëm, që do të jetoje përgjithmonë në prani të Perëndis. Kjo është e fshehta që po ju them, thot apostulli Paul, të zgjedhurve të Perëndis. E falenderojmë Perëndin. Kjo është vepra e Zotit sot, motra dhe vëllezër, që ne të jemi në dieni, të përgatitur, motra dhe vëllezër, aleluja, se ku do shkojmë. Cili është vullneti i Perëndis dhe pse ne vijmë dhe adhurojmë ditë për ditë Zotin, vëllezër? Cili është qëllimi? Të jemi gati të shëndërojmë veten, vëllezër, që të shohim lavdinë e Perëndis. Që ajo ditë, motra dhe vëllezër, të mos na zërë në befasi. Një shembull tjetër na sjell fjala e Perëndis, pikërisht për këtë dasëm, motra dhe vëllezër, 10 virgjëresha. Kini kujdes, thotë, që të keni vaj në kandilin tuaj, që do të thotë të ndriçoj kandili juaj, e falenderojmë Perëndinë. Si, motra dhe vëllezër, mund të ndriçoj kandili i çdo njerit prej nesh, duke qenë plot me vaj, motra dhe vëllezër. Dhe vaji, e falenderojmë Perëndinë, është të jemi në frymën e Zotit, të jemi në marrëdhënie me Perëndinë, që jeta jonë të jetë të dritë, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Zotit. Ky është vaji në kandilin tonë. Të mos merremi me gjëra të tjera, por të kujdesemi për këtë vaj, motra dhe vëllezër, aleluja, që të mos mungojë asnjëherë në kandilin tonë. E falenderojmë Zotin. Pse? Sepse edhe në 10 virgjëresha, thot motra dhe vëllezër, 5 nga ato që ishin të zgjuara, që kishin vaj në kandilin e tyre, kur erdhi Zoti, që ato nuk e prisnin, që fjala na thot, sa hape mbyll sytë, mund të vijë në një kohë që ti nuk e pret, thotë, ato thot kishin vaj në kandilin e tyre dhe hynën në dasëm. Lavdi emrit të shenjtë. Kurse 5 të tjerat nuk kishin vaj thot në kandilin e tyre, motra dhe vëllezër. Dhe kur u kujtuan ato, nuk ka kohë, thot motra ime, aleluja. Ku do të gjesh vajin që të vesh ta marrësh, kur ajo do të ndodhë sa hape mbyll sytë, shkonin në tregtarët, që do të thotë shkoni atje ku shesin vaj. Po, motra dhe vëllezër, do t'i gjesh që ti të vesh të marrësh vaj, sepse dhe ata, motra dhe vëllezër, aleluja, kanë pranuar Krishtin dhe do t'i gjiten lart në qiell. Nuk do ketë më kohë, thot motra dhe vëllezër, që ti të pendohesh dhe të kthesh dhe të fillosh të rregullosh jetën tënde. Sot është ora të rregullojmë, motra dhe vëllezër, veten tonë në marrëdhënie me Perëndinë, të ecim sipas vullnetit të Perëndis, sepse askush nuk e di deri nesër, motra dhe vëllezër, se kur do të ndodhë, çfarë do të ndodhë.
në jetën tonë. Askush nuk ka bërë kontratë, motra dhe vëllezër, aleluja, që do t'i jetoj kaq dhe pastaj do t'i iki. Asnjë njeri nuk e di, motra dhe vëllezër. Prandaj Zoti thot, tregoni të zgjuar, jini të kujdesshëm, gjithmonë të vëmendshëm në fjalën e Perëndisë, që ne të ecim duke i pëlqyer Zotit, jo duke i pëlqyer vetes tonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por në çdo veprim, në çdo gjë që unë bëj, të pyes Zotin dhe t'i them, Zot, është e pëlqyer kjo? Dhe motra dhe vëllezër, fjala e Perëndisë shpeshherë përdorim është pasqyr kur ne shohim veten. Lexojë fjalën e Perëndisë, shikojë veten si ecën, si je me fjalën e Perëndisë dhe nëpërmjet fjalës të Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, që është ushqimi i çdo besimtari, ne do të shohim dhe do të ecim. Nuk ka rrugë tjetër, vëllezër, aleluja. Eci me fjalën e Perëndisë, Zoti me frymën e shenjtë do të t'i jap forcë që ti të qëndrosh në fjalën e Perëndisë, sepse vetë nuk mund ta bësh dot një gjë të tillë, thot Zoti. Por unë, thot Zoti, do t'ju jap nga fryma ime. Fryma e Zotit e bën këtë vepër në çdo besimtar, vëllezër, aleluja. Nuk bëhet me dëshirë, motra dhe vëllezër, aleluja, por çfarë? Të gjithë ata që e pranuan fligimin e Perëndisë, motra dhe vëllezër, u çfajsuan nga mëkati i tyre. U çfajsuan, motra dhe vëllezër, dhe krijuan një marrëdhënie me Perëndimin nëpërmjet Jezus Krishtit, gjaku të tij që na pastron çdo ditë, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Zotin. Prandaj, vëllezër, falenderojmë Perëndinë për fjalën që na jep. Prandaj, vëllezër, qëndroni dhe mbani porositë që mësuat, me anë të fjalës ose me anë të letrës tonë. Dhe vetë Zoti ynë Jezus Krisht dhe Perëndia aty ynë që na deshi dhe na dha me anë të hirit një ngushëllim të përjetshëm dhe një shpresë të mirë, ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në çdo fjalë dhe punë të mirë. Amin. Zoti ta betoj këtë fjalë. Amin.